Profesor Maelstrom, prisni pak! Ku po shkoni? Çfarë ka? Që kur sulmi i shpërthyes të Drago shkatërroi strofullun ton, ju keni qenë me disa lloj kërkimesh misterioze. Përse na mbani neve sekrete? Na trego çfarë po punon. Të lutem, ne mund ta mbajmë sekretin, ti e di këtë gjë. Ne jemi ndjekësit besnik. Ne po përpiqemi shumë të jemi të këqij për ty. Nuk kam që flas me llafazan të paftë si ju. Ja, ma lini vetëm. Nuk dua t'ju shok ma. Ja, për një minut. Nuk mund t'na i boni këtë, profesor. Nuk mund t'na lini vetëm, do në vim me ju. Mos na mbërtisni, ju lutem. Prit! Profesor Maelstrom, prit! Profesor Maelstrom, prit! Shumë shpejt plani im do të përfundoj. Sikur vetëm një herë ta kisha robotin më të fortë vetes, do të isha në gjendje të shkatroja gjithkënd që unë do të zgjidhja. Jo do t'jetë arritja më e madhe imja, dhe asnjë nuk do të më ndaloj dot mua. Në rregull, ekipi Akira, shkatruesi im do të bëhet makthi juaj më i keq, dhe shumë shpejt ai do t'ju shkatroj. Në rregull! Sa qielli pastër! Një ditë për krye për një betej. Haruka, cili është programi stërvitjes për këtë mëngjes? Njësia e kafshëve do të punojnë në nivelin e lartë të kombinimit të tyre të sulmit dhe njësia Dino do të kontrollojnë sulmet e tyre individuale me flakën Drago dhe ngrirësin Drago. Do të fillojnë stërvitjen e tyre pikërisht sapo të mbarojnë së ngroni mëngjes. Po të them Haruka, ky është grumbullimi më i mirë energji që ke marrë ndonjëherë për ne. Pikant është. Ju të njësisë së kafshëve, a mund të ndaloni? Ajo çfarë po hani është e neveritshme. Po, e neveritshme. Ripi Titanit është i yni dhe për këtë nuk na ndalon më asnjëri. Hey, a jeni të gjithë mirë? Po pse dikush po na sulmon ne? Akira, po na sulmojnë! E vurare! Bauni fort të gjithë për na sulmojnë përsëri! Programi i kompjuterit nuk po punon fare! Çfarë po ndodh? Armiku është si përlesh 5 milje për të qenë Si ka mundësi që dikush na qelloj me inxhinjesë kaq të saktë nga kjo distancë? Është vetëm një person që mund ta bëjë këtë. Dhe ky është shpërthyesi Drago! Ndryshimi luftëtarit! Shpërthimi për mesazes! O jo, mbauni fort të gjithë! Kjo nuk bën për mua! Kjo më nervozon vërtet shumë! Mirë, le të bëjmë diçka për këtë! Të gjithë bashkë! Prisni djema! Duhet të bëjmë një plan në fillim. Ndryshimi luftëtarit! Shkojnë, Daimok! Gati për veprim! Se mos biesh mbrapa të reprirësh! Mos u shqetëso për mua! Bashkimi i mbrojtjes! Mrekullitë e robotit të katërfiqit! Megavex! Sulmi Vex! Çfarë ka ndërmend ata? Nuk ka asnjë që të më mposh mua! Krushti shpërthyes! Mos Megavex! Shpërthyesi Drago! Shpërthimi për i mesazes! Ngrisi Drago, merru me flakën! Goditja e stuhisë të borës! Flakët janë shumë të larta! S'ka ndonjë mënyrë tjetër për të shuar ato? Ja, nuk ka, duhet të largohemi! Të gjithë sa jeni në Dai Shuttle! Të ndizën motorët! Me një herë! Vëndet e robotëve janë gati!
lëvizet. Vipa duhet të lëvizësh! Mjeti I transportit po transformohet. Nga brenda laboratori ka filluar të rrëzohet! Shpërthyesi Drago do të na paguaj këtë. Në frikë të kontrollit të plot të mjetit. Të gjitha sistemet janë gati. Shpërthyesi Drago! Ryu, edhe pjesa tjetër e ekipit Akira. Po ju paralajmëroj, nuk do të tregoj më shirë për ata budallëqe që kundërshtojnë mua. Përthimi primës së zezë! Po bie në ujë! Ngritje emergjente! Tani do realizohet planimi. Do ndërtoj tokën ideale për rajsën e botës vetëm për robot. Nuk mund të ndaloj zbritjen! Sistemi supervisor nuk po funksionon! Dhe kemi vetëm një bark shpëtimi të padëmtuar. Atëherë si do dalim të gjithë nga ndaj shuttle-i? Akira, Ryugu, ju të dy nisuni! Çfarë po thua? Nuk mund të largohemi pa pjesën tjetër të shokëve. Por duhet ta bëni! Ju jeni të vetmit që mund të mposhni shpërthyesin Drago! Nëse e lini atë me pajisjet e tij, gjëra të tmerrshme mund të ndodhin. Jeni të vetmit të cilët mund të shpëtoni të ardhmen e njerëzimit dhe robotëve. Duhet të shkoni! Është zgjedhja jone vetme! Mos u shqetësoni për ne. Do të gjejmë një mënyrë për të dalë. Do jemi shumë mirë këtu. Ne do të jemi mirë. Mirë pra. Shkojmë Ryugu. Nuk ka asnjë sekond për të humbur. Ekipi Akira, më në fund do të shkatërohet. Të gjithë ata që më kanë dalë përballë janë shtukur. Çfarë është ajo? Ryugu, Akira, bie tua, Shpërthyesi Drago, përse do me çdo kusht të na shkatërrosh? për ëndrën time, të bëj planin tim një botë për robot realitet. Edhe me qëllim që të realizoj këto, duhet të shkatërroj ty. Pa nuk e kupton? Ëndra jote është e gabuar. Nuk është e drejtë ndërtimi një bote vetëm me robot. Bota e vërtet mund bëhet vetëm përmes njerëzve dhe robotëve. Të gjendet mënyra për të punuar dhe të jetuar së bashku. Nuk kam kohë të dëgjoj putallëqe dhe qepurat e tua. Partimi primës së zezë. Uli armët, nuk duam luftë me ty, ne thjesht duam të bisedojmë. Kujdes! Çfarë duhet të bëjmë që të na kuptosh? Të luftuarit është e vetmja mënyrë për të. Goditja nga Norsi! Krushti shpërthyes! A je mirë Ryugu? Mos u shqetësoj, jam mirë. E shet, tani e të mëmë si profesor Maelstrom. Çfarë? Ju të dy, përdorni forcën për qëllimet tuaja egoiste. Goditja nga Norsi! Nuk kam asgjë të përposhtë me njerëzit e përblerë. Je I baruar. Shpërthimi primës së zezë! Po ajo çfarë është? Përshëndetje! E njohë të zë! Kush je ti? Unë jam shkatëruesi! Është profesor Maelstrom. Shikoj se sa po jeni takuar me super robotin e betejës. Zbunimin tim, shkatëruesin, robotin më I madh I betejeve që është krijuar ndonjëherë. Wow, shkatërues! Që I madh! Është një robot betejash I mahnitshëm. Si do të luftoj me këtë? Ky është fundi për të gjithë ju. Përgatituni për fundin tuaj. Shkatrues, jepi fund këtyre. Zjarr! Krushti shpërthyes!
ta besoj si çfarë po më shohi syt. Asu nuk e kam iden se si mund të ndërtohet një robot kaq i fuqishëm dhe kaq i sjellshëm. Nuk i kanë lënë gjë mangut profesor Maelstromit. E di që është e manitshme gjithë kjo, por diçka më thotë se duhet ikim sa më larg që këtu. Dakord. Ja dhe plani. Tajgu, dua që ti të presësh këtu. Detyra jote është të shpëtosh Akirën dhe Erojukun sapo të dalim në sipërfaqe. Taj shatulli nuk mund të rri shumë gjatë në presionin e ujit, kështu që duhet të ngjitemi në tokë të thatë. Kemi kapakun e sipërm të hapur dhe kjo mund të na prish punë. Dhe më duhet të kujtoj që ju nuk keni shumë kohë. Ju nuk keni projektuar për të ndenjur shumë gjatë në ujë. E kuptova. Flaka dragon, grirë si drago, le të shkojmë. Flaka! Grica! Profesor Maelstrom, mund të përpiqesh sa të duash ti. Nuk do të më shkatrosh kurrë, shpërthyes si dragon. Niveli i ujit po rritet. Shumë mirë, hape kapakun. Po e hap. Ndryshimi luftëtarit! Ndryshimi luftëtarit! Jemi gati, çliroj kaplla. Kemi besim tek ju djema? Gati, të rish! Flaka! Grica! Ke harruar të mbulosh spinën. Harove ti të mbulosh tënde. Ai nuk është i barabartë. Trishtuese. Mendova se do kishit qenë një kundërshtar më i mirë se kaq. Mund të them që jam i turpëruar që isha kryesi yt. Është gënjeve vërtet shumë. Shpërthejni frymës së së! Jo, çdo lëvizje tënde. Mund ta prapsoj edhe armën tënde të fuqishme madje. Shpërthyesi drago duket i pafuqishëm. E si do ta mbusnim atë? Kur nuk do të më mundesh dot. Dhe do ta bëj të paguash çdo gjë që më ke bërë mua. Shkatëruesi. Më duket se duhet ja mbathë në vrap. Mirë atëherë, çfarë po presim? Cito! Vraposh shpejt sa të duash ti. Dhe kur mos e kesh më fuqi të varposh, atëherë unë do t'jem këtu duke të pritur ty. Prej shumë kohë që kam pritur këtë ditë të shkatërroj. Tani i shkatrues, zjarr në të gjitha drejtimet. Them se po funksionon. Kam një ndesi si kur po mbyten. O jo, ne po mbytemi. Grica! Flaka! Flaka! Grica! Do t'jetë diçka serioze që nuk shkon me sistemin kryesor të energjisë. Të gjitha qarqet elektrike janë të kuq dhe në mbi ngarkesë. Po mbasu energji. Nuk mund të mbahem. Bahu! Të rriqe! Hë? Megavexi sapo erdhi. Ai duhej. Megavex! Oh, mos! Nuk ka më të nesërme për ju, që tani të gjithë robotët e betejave dhe të gjithë njerëzit do të ekzistojnë duke më ndjekur mua. Nuk ka vend tjetër në botë për ju! Tajgu! Duhet të shpëtojmë të gjithë! Bëu gati Ryugu! Gati! Ryugu dhe Tajgu! Procesi bashkimi! Eko! Vendi me të rëzaj Commander! Mirë, nuk ishte një vizitë e këndshme. Po merrni të gjithë pjesë në festën time.
duket se jemi të gjithë me dëmtime të shumta. Është vetëm një kërvishtje. Profesor Maelstrom, ky është roboti sekret që keni ndërtuar. Si është e mundur që ju ndërtuat një robot kaq të keq? Profesor, e keni mbaruar kërkimin tuaj? Ju lutem e janë i shpejt, kemi nevojë për ndihmën tuaj tani. Në rregull, do të jem aty menjëherë. Përdor topin e dragojit! Topi dragoi! Desjar! Edhe topi i dragojit është i infektuar. Tajgander, shpërthyesi drago. Nëse jeni diku rrotull duke luajtur, do pëlqeja ta përfundoja këtë. Vendos në gjitha armët me fuqi të plot. Shkatruesin, së pari kujdesu për shpërthyesin drago. Është e kot, kam realizuar valën tënde të kontrollit dhe tani kam fuqi absolute. Tajgander, ti shpëtosh përthyesin drago! Lërm të shkoj, s'kam nevojë për ndihmën tënde. Ti nuk mund të luftosh i vetëm. Duhet ta pranosh ndihmën tonë, të pëlqejnë apo jo? Por shof, unë jam roboti më i madh i betejave. Do ta munda të tani edhe do të tregoj se jam më i miri. Mos u shqetëso, jam i sigurt se do i rregulloj gjërat më vonë me ju. Shpërthimi i frymës së zezë! Po vime edhe ne shpërthyesi drago! Mbahu! E pamundur! Ai nuk mund të rëposh kaq lehtë! Jo, Tajgander! Përsa e bëre këto? Nuk ka kohë tani për diskutuar më tepër. Ka vetëm një mënyrë për ta mundur atë. Ti duhet tani të bashkohesh me Tajganderin. Çfarë? Ju duhet të bëheni drago Tajgander. Duhet të nxitosh. Është e vetmja mënyrë për ta mposhtur. Për çfarë po pret tani? Do ta bëj! Atëherë forca! Tajgander dhe shpërthyesi drago! Bashkimi mburojës tani! Lordi legjendari betejës! Kam qenë duke pritur gjatë. Drago Tajgander? Çfarë? Po pse? Kanë bashkuar forcat kundër profesor Maelstrom. Shpejt Dima, e të bashkohemi me ta. E drejt. Inspektor, mbaj parasysh situatën. Nuk do të jemi në gjendje të ndihmojmë ata pa u bërë riparimet. Pa çfat drago Tajgander. Qiko, më në fund shpërthyesi drago u bashkua me Tajganderin. Kjo është. Profesor Maelstrom nuk do të humb kurrë me të. Jepi Profesor Maelstrom! Më në fund u takuam me drago Tajganderin. Një herë të ka mundur. Nuk do të ngeli një njeri tjetër më i fortë që të ndaloj mua. Dua të them se tër bota shpejt do t'jetë e imja. Bota e robotëve dhe sigurisht bota njerëzore do të jenë të mia. Drago Tajgander, tani shko e sulmoj atë!